Ajo se çfarë ndodh trupit tuaj nëse pini kafe çdo ditë do ju befasoj. Dëgjojeni tani. Kafeja është ndër pijet më të konsumuara në të gjithë botën, e përbërë prej kokrave të thara të pjekura të kafes që rrjedhin nga druri i kafes. Por cilat janë përfitimet dhe vlerat e konsumit të kafes dhe cilat janë ndikimet negative të saj në organizmin tuaj? Kafeja do të ofrojë nivele shumë të mira të antioksidantëve në dietën tuaj. Kafeja është e mbushur gjithashtu me nivele shumë të mira të antioksidantëve, sikurse është për shembull acidi klorigjenik dhe melanoidi. Antioksidantët që gjenden te kafeja pengojnë oksidimin, gjithashtu procese që shkaktojnë dëmtimin e qelizave dhe kontribojnë në plakje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Melanoidët nga kafeja e pjekur kanë aftësi të mira antioksiduese, pavarësisht gjithashtu edhe nga mënyra se si është trajtuar kafeja gjatë përpunimit. Kafeja është e mirë kundër problemeve të Parkinsonit. Konsumi i rregullt i kafes në dietën tuaj të përgjithshme zvogëlon riskun e Parkinsonit. Një numër studimesh kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë të paktën një kafe çdo ditë janë më pak të riskuar të zhvillojnë sëmundjen e Parkinsonit, krahasuar me personat që nuk e konsumojnë. Kafeja gjithashtu është e mirë edhe për personat të cilët do vuajnë nga luhatja e sheqerit në gjak. Konsumi i kafes është potencialisht proaktiv kundër zhvillimit të diabetit të tipit 2. Një studim prospektiv në kohë si pjesë e USA Nurse Health Study ka zbuluar se konsumi matur i kafes të dekafeinizuar dhe asaj të kafeinizuar mund të zvogëlojë gjithashtu edhe riskun e diabetit të tipit 2 te gratë në moshë të re dhe ato në moshë mesatare. Kafeja gjithashtu është e mirë edhe kundër problemeve të cirozës hepatike. Pirja e kafes mund të mbrojë gjithashtu edhe kundër problemeve të cirozës alkolike. Gurët në veshka dhe tëmthi. Ekzistojnë disa dëshmi se pirja e kafes mund të jetë një mbrojtëse shumë e mirë për formimin e gurëve në veshka dhe në fshikëzën e tëmthit te gratë të cilat mund të vuajnë nga këto shqetësime. Konsumi i kafes do të ulë riskun e formimit të gurëve në veshka. Kafeja arrit vëllimin e urinës dhe kështu parandalon kristalizimin e kalciumit të acidit oksalik, komponenti kryesor më i zakonshëm i gurëve në veshka. Përfshirja e kafes në dietën tuaj brenda normës lejuar mund të rrisë gjithashtu një performancë më të mirë mendore. Kafeina në kafe është një stimulant i mirënjohur. Kafeja do të rrisë nivelet e vigjilencës, të vëmendjes dhe të zgjuarësisë. Një filxhan kafe gjithashtu mund të rrisë potencialin e informacioneve. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara të dietën tuaj edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj kundër problemeve të Alzheimerit. Konsumi i rregullt i kafes thuhet se mbron njerëzit kundër problemeve të Alzheimerit. Një studim i fundit tregoi se kafeina ekuivalente e 5 filxhan në ditë zvogëlon gjithashtu ndërtimin e pllakave destruktive në tru. Por siç ka anën pozitive, kafeja ka dhe anën e saj negative. Pirja e tepërt e kafes mund të krijojë shqetësime në shëndetin tuaj kardiak. Lidhja mes konsumit të kafes dhe rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare është ekzaminuar në shumë studime, por rezultatet mbesin gjithmonë kontradiktore. Shumica e studimeve prospektive në kohë nuk kanë zbuluar se konsumi i kafes mund të jetë i lidhur me një rritje të numrit të lartë të problemeve kardiovaskulare. Në një rënal, përfshirja organike e kafes në dietën tuaj mund të jetë e mirë, për sa kohë nuk e teproni atë në pirjen e përditshme dhe nuk shtoni shtesa të ndryshme ushqyese, kafeja mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për organizmin. Kafeja është një nga pijet më të njohura për një numër të lartë të përfitimeve që do t'i ofrojë shëndetit tuaj. Fal niveleve të larta të antioksidantëve që përmban dhe lëndëve ushqyese të dobishme, duket se gjithashtu është mjaft e shëndetshme për organizmin. Studimet kanë treguar se personat që konsumojnë të paktën një kafe çdo ditë kanë një risk më pak nga këto komplikacione. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga vlerat dhe përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kafes në mënyrë të rregullt. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues në trurin tuaj që shkakton një efekt stimulues.
Kjo do të përmirësojë nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore, gjithashtu dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Kafeja mund të përmirësojë gjithashtu edhe nivelet e dhiamit në trupin tuaj. Disa studime tregojnë se kafeja mund të rrisë djegjen e dhiamit dhe gjithashtu të rrisë metabolizmin tuaj. Kafeja mund të përmirësojë në mënyrë drastike edhe performancën fizike të njerëzve. Kafeja mund të rrisë nivelet e adrenalinës dhe të çlirojë gjithashtu acide yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës tuaj fizike. Kafeja përmban lëndë ushqyese thelbësore të cilat janë të rëndësishme edhe për aktivitetet tuaja ditore. Kafeina përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme që gjenden te kafeja, siç është riboflavin, acid pantoteknik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Kafeja gjithashtu mund të ulë riskun e problemeve të diabetit të tipit 2 te personat që e konsumojnë atë. Disa studime vëzhguese kanë treguar se personat që konsumojnë kafe kanë një risk më të ulët të zhvillimit të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë metabolike që prek njerëzit në të gjithë botën. Citon Healthline, duke cilësuar kafen si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në betejën kundër këtij shqetësimi. Përfshirja e kafes në dietën tuaj mund t'ju mbrojë nga sëmundja e Alzheimerit, gjithashtu edhe demantina. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët për t'u prekur nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demantinës në të gjithë botën. Personat që pinë kafe gjithashtu mund të ulin edhe shanset për të vuajtur nga problemet e Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak risk që të zhvillojnë sëmundjen e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Kafeja gjithashtu mund të mbrojë edhe shëndetin tuaj të mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të zhvillojnë problemet e mëlçisë, siç është ciroza, e cila mund të shkaktojë gjithashtu edhe disa komplikacione të tjera që do ta rëndojnë më shumë imunitetin dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kafeja mund të ulë gjithashtu riskun për të vuajtur nga depresioni dhe do ju bëjë që të ndjeheni më të qetë në situatat tuaja më të vështira. Kafeja duke se ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike riskun e humbjes së jetës në mënyrë të tillë. Kafeja, e shtuar në dietën tuaj pa aditiv të ndryshëm, mund të jetë një mburojë shumë e mirë kur ndër disa llojeve të radikaleve të lira. Problemet e mëlçisë dhe kolorektale janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të riskut të humbjes së jetës në të gjithë botën. Pirësit e kafes kanë një risk më të ulët që të preken nga kjo sëmundje, citon Healthline. Kafeja nuk shkakton sëmundje të zemrës dhe mund të ulë riskun e goditjeve në tru për sa kohë nuk e egzagjeroni me përdorimin e saj. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të butë të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet me kalimin e kohës. Pirësit e kafes nuk kanë një rrezik në rritjet e sëmundjeve në zemër dhe kanë një risk më pak për të ulur goditje në tru. Kafeja mund t'ju ndihmojë të jetoni më gjatë. Disa studime tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një risk më të ulët të humbjes së jetës në mënyrë të pakontrollueshme dhe të parakohshme. Kafeja është një burim shumë i mirë i antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e pasur me antioksidant të fuqishëm që shumë njerëz marrin edhe nga dieta e tyre si pasojë e mungesës së frutave dhe të perimeve në dietën tuaj të rregullt. Vlerat ushqyese të kafes janë të mira edhe në shëndetin e trurit. Fal kafeinës mundësohet përmirësimi i funksioneve të trurit njohës, prandaj do ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në studimet tuaja. Kjo falë faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën, një neuropineferin që përshpejton funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë dhe rritje të energjisë, madje dhe përmirëson disponimin. Kafeja parandalon në rënien e njohjes. Një tjetër nga vetitë e kafes është se ndihmon në parandalimin ose vonimin e efekteve të sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me 60%, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.